Një paraburgosur në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Vlorë ka humbur jetën mbrëmjen e së mërkurës pasi u transportua me urgjencë drejt spitalit rajonal. Burimet bëjnë me dije për televizionin 6+ nga Vlora se bëhet fjalë për 53 vjeçarin e identifikuar si Blerim Lena nga Struga e Maqedonisë së Veriut, i cili ishte arrestuar më 23 prill të këtij viti nga Komisariati i Policisë së Vlorës për veprën penale të lëndëve narkotike. Ai ishte transferuar në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Vlorë, apo njohur ndryshe si paraburgimi, më 27 prill 2026. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se 53 vjeçari është ndier keq brenda ambienteve të paraburgimit, ku dyshohet se ka pësuar edhe një parainfarkt. Gjatë transportimit drejt spitalit, ai ka pësuar një tjetër goditje në zemër, e cila rezultoi fatale. Si për ironi të fatit, 53 vjeçari nga Struga e Maqedonisë së Veriut vdiq ditën e hyrjes në fuqi të amnistisë penale, nga e cila të mërkurën lanë qelit në të gjithë vendin 553 të dënuar, por në paraburgimin e Vlorës, përfitues ishte vetëm një.